Nuk mundesh me po kurfar kompromisi. Ajo ka kërkon nënshtrim. Edhe nëse partitë opozitare lejojnë që partia në pushtet të merr gjitha institucionet, sikur pushtetin legjislativ, sikur pushtetin ekzekutiv, atëherë ne për një me jemi duke shku drejt diktaturës ma tronë që pas luftës dytë botnore, sepse me Albin Kurtin nuk ka kompromis, po ka vetëm nënshtrim. Ai që nuk ju përshtatet Albin Kurtit, ai eliminohet. Ai edhe vetë një javë më parë tha në Spanjë, tha që na do të mja u marrë vendimarrjen të gjitha partive tjera që me sundu vetëm pushteti socialist, apo në fjalë tjera pushteti komunist. Kështu që nuk besoj që duhet me pas kompromis, edhe duhet në çdo mënyrë me ndalu që një parti me marrë gjitha pushtetet me në një vend, si që këthua. Faleminderit shumë për telefonatën, përshëndes zotri. Përshëndetje.